Teza, jemi në hallë, jemi në kiamet prej mbeturinave edhe askush nuk merr masa me ardhë me marë. Nuk po mundim me dalë prej shtëpiave. Po, prej mbeturinave marrën Feza. Që sa kohë si kanë marrë mbeturinat? Që 4 muaj jemi me këtë problem. Para 2 javë kemi morën, kemi bërë 12 thirrje edhe askush nuk është ka vjen me marë. Do me thonë pastrimi për jalen privati për jalen pastrimin edhe kjo është gjendja. Po e shojmë edhe foton që ke dërgu Zojnë pra në transmetim. Kjo është merë, kjo është Bangladesh, ju lutem, dojnë mu smu prej pa pastërtis, kur nuk merë kërkush masa në këtë jetë. Bangladesh bret, lutem. Po, edhe pikrisht. Do ta kemi pra vetëm pas pak provojmë pra edhe me Petrit Reqicën, Lerina për kujdesin ta kemi, po. Jemi afër qerdhës, aty e kemi qerdhën, edhe fëmijat po nuk po mundem më him brenda në qerdhje prej gjendjes. S'do për shkepët me bërllog, me krejt, jemi në rreth rrugë kryesore. Jemi e pun rrugës C, 12 thirrje mbo dhe kërkush nuk merr masa. Po, zonë patjetër do ta kemi pra edhe Petrit Reqicën e provojmë vetëm pas pak pra për këtë çështjen e mbeturinave. Falenderoj shumë për raportimin. Hiç kur gjë, faleminderit. Faleminderit juve, punë mbar. Po mje